Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Timço Moçumski, deklaron se ende janë duke bërë analiza nëse do të ishin të interesuar të bashkoheshin në Bordin e Paqes. Ne kemi komunikuar dhe me administratën në Washington për këtë çështje. Ne duhet ta shohim pozicionin ton përmes prizmit jo vetëm të asaj që janë të drejtat tona, vetëm imazhit të qenit këtu, por dhe detyrimeve të mundshme të qenit antar të këtij bordi, deklaroi ministri Moçumski. Sipas tij, çështja e Gazës nuk është ndër prioritetet kryesore të politikës së jashtme të Maqedonisë së Veriut. Koalicioni vlen mbron sërish sistemin Safe City si një nga ligjet më të rëndësishme për sigurinë publike në Maqedoninë e Veriut. Sipas ky ligj nuk ka për qëllim gjobitjen, por krijimin e kushteve për lëvizje të sigurt për këmbësorët, ciklistët, përdoruesit e mjeteve elektrik dhe personat me aftësi të kufizuar. Vlen thekson se toleranca e kamerave do të jenë të njëjta me ato të radarëve policor, 6 km/h deri në 100 km dhe 8 km/h mbi 100 km/h, duke dëshmuar se fokusi është parandalimi dhe jo ndëshkimi. Alianca për shqiptarët shpreh sërish kundër gjopave të parapara në kuadër të projektit Qyteti i Sigurt. Sipas opozitares shqiptare, ndëshkimet janë jashtë realitetit ekonomik dhe në përputhje të plot me standardin e ulët jetësor të qytetarëve. Ne nuk kemi kundër rendit, ligjit dhe sigurisë në trafik, por ligjet nuk mund të shndrohen në mekanizma ndëshkues financiar që zhvasin qytetarët pa u krijuar më parë kushtet minimale infrastrukturore, thuhet në mesazhin e Aleancës për shqiptarët. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolf, dhe ambasadori i Izraelit në Kosovë, Tamar Ziv, përkujtuan më shumë se 1 milion viktima që u vranë në Auschwitz, mes tyre burra, gra dhe fëmijë brendësi dhe shumë grupe të tjera të dënuara nga regjimi nazist. Në një mesazh përkujtimor, ambasada thekson se valixhet e ekspozuara në muzeun e Auschwitz-Birkenauit janë dëshmi të heshtura të vuajtjes dhe persekutimit nazist, duke treguar historinë e mira njerëzve që kaluan portat e kampit pa u kthyer më. Ambasada gjermane thekson se më shumë se 80 vjet pas përfundimit të luftës së dytë botërore, ruajtja e kujtesës historike është thelbësore për të garantuar që këto krime të mos përsëriten më kurrë. Nderime në ditën ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit dhe nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Trupi diplomatik ju bashkua kujtimit të 6 milion hebrejve të vrarë gjatë Holokaustit, si dhe miliona viktimave të tjera të persekutimit nazist. Në mesazhin e trupit diplomatik amerikan në Kosovë thuhet se kujtesa mbetet e gjallë, kur nderimi vazhdon dhe riafirmohet angazhimi ndaj së vërtetës dhe dinjitetit njerëzor. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, në nderim të kujtimit të viktimave të Holokaustit, deklaron se 27 janari paralajmëron se urrejtja dhe përjashtimi sjellin tragjedi. Ai kërkoi nderime për çdo jetë të pafajshme të humbur gjatë Holokaustit. Për kreun e Partisë Demokratike të Kosovës, kujtesa është përgjegjësi dhe çdo brez duhet të mbrojë dinjitetin, liritë dhe të drejtat e njeriut. Kryeministri i Italisë Giorgia Meloni në ditën e përkujtimit të Holokaustit paralajmëron se pas shumë vitesh antisemitizmi ende nuk është mposhtur përfundimisht. Sipas saj, kjo është një sëmundje e rikthyer për tu përhapur në forma të reja dhe virulente. Në ditën e përkujtimit të Holokaustit, kryeministri Meloni shkruan se sot kujtojmë emrat dhe mbiemrat e viktimave dhe ripërtërim kujtimet e asaj që ndodhi dhe përmes dëshmisë së çmuar të mbijetuarve dhe pasardhësve të tyre. Në këtë ditë ne dënojmë dhe njerë bashkëpunimin e regjimit fashist në persekutimet, arrestimet dhe deportimet, përfundoi kryeministri i Italisë. Aktualitet. Në ditën e kujtesës për viktimat të Holokaustit, presidenti i Republikës Bayram Begaj përcolli një mesazh ku thekson rëndësinë e angazhimit dhe përgjegjësinë e përbashkët për mbrojtjen e dinjitetit të patjetërsueshëm njerëzor dhe të drejtat universale për të jetuar në paqe. Dita e kujtesës duhet të shërbejë si thirrje ndërgjegjes kolektive për të mbrojtur me humanizëm dhe përgjegjësi të drejtën e të gjithëve për të jetuar me dinjitet dhe në paqe, sepse të gjithi kemi parë pasojat e tmerrshme të urrejtjes etnike, rasore, fetare dhe të antisemitizmit, shkruan Bayram Begaj. Në këtë mesazh, presidenti i Republikës vlerëson tolerancën dhe humanizmin e shqiptarëve në mbrojtjen dhe strehimin e hebrejve përgjatë ditëve të errta të nazizmit. Ministri i Jashtëm i Izraelit, Gideon Saar, në aktivitetin përkujtimor për ditën ndërkombëtare të Holokaustit, falenderoi popullin shqiptar që gjatë luftës së dytë botërore ndihmoi në mbrojtjen e hebrejve nga nazistët. We will never forget this. The Jewish people and the state of Israel will always be grateful for your courage in saving Jews and for choosing the right side of history. Ne nuk do të harrojmë kurrë këtë. Populli hebrej dhe shteti i Izraelit do të jenë përgjithmonë mirënjohës për guximin tuaj në shpëtimin e hebrejve dhe për zgjedhjen e anës së drejtë të historisë, deklaroi Gideon Saar. Roli i Shqipërisë dhe shqiptarëve në mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore ishte në qendër të fjalimit të kryeministrit Edi Rama.
në një seancë në parlamentin e Izraelit. Gjatë fjalimit në Knesset, kryeministri Rama kujtoi se Shqipëria është i vetmi vend që doli nga lufta e dytë botërore me më shumë ebrejnë të strahuar në territor se sa kur nisi lufta. Gjatë Holokaustit, kur nazistët dërguan zyrtarët e tyre, to be carved in stone. You can have the gold, not the Jews. dërguan Norm Baherin tek populli shqiptar. The gold was theirs to take. Shqiptarët thanë mund të na merrni floririn, por hebrejt nuk i japin. That is not legend. Kjo nuk është një legjend. Where Jews were not hidden from society, but they were hidden by society. And if you want the explanation of this miracle, you do not need a political theory or a rabbi. Although I know rabbis can explain the most difficult things with the Nuk I duhet as një rabin për të shpjeguar këtë mrekulli që kanë bërë shqiptarët. You need only one sentence. Ju duhet vetëm një fjali. Our first written law, the medieval code of honor. The house of the Albanian belongs to God and the guest. Not the guest you invite. Shtëpia e shqiptarit I përket Zotit dhe mikut. Kjo është ajo fjali që e shpjegon këtë. The stranger who needs help and betraying that guest. Dhe të tradhtosh mikun is the most unforgivable crime. Është krimi më I pafalshëm që mund të ndodhë. With shame and punishes all your family with exclusion from the life of the community. Është një krim e një vepër që të përjashton dhe të dënon nga pjesa tjetër e shoqërisë. To be Albania's guest when the most fearsome machinery of death humanity. Ju mund të ishit ndërsa nuk munguan dhe premtimet për hapjen e muzeut në Vlorë mbi veprat e popullit shqiptar për të shpëtuar ebrejt. Si përfaqësuese e Shqipërisë në bordin e paqes, Rama tha se në ripin e Gazës nuk mund të ketë paqe pa çarmatosin e xhelatit Hamas, duke shprehur mbështetjen ndaj Izraelit. Krerët më të lartë të shtetit në Izrael kujtuan kontributin e Shqipërisë në shpëtimin e ebrejve. Për kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, Shqipëria ishte ishulli I paqes në oqeanin e së keqes. Ajo që nuk duhet të harrojmë është shembulli I atyre njerëzve që ndihmuan hebrejt të shpëtonin persekutimit. Dhjetra e qindra shqiptar rrezikuan jetën e tyre për të shpëtuar ebrejt, ndan bukën me ta, tha mes të tjera kryeministri I Izraelit Benjamin Netanyahu. Kjo është historisë që ju thatë që frymëzon filma. Njerëzit duhet të njohin rolin e jashtëzakonshëm, rolin moral që Shqipëria luajti gjatë orëve më të errta të historisë njerëzore. Kjo është ajo frymë që ju vazhdoni ta ushqeni dhe sot, miku im I mirë Edi, ju qëndroni me kuraj kundër atyre që duan t'ju sprapsin, ju qëndroni krah së vërtetës, ju qëndruat krah Izraelit kur u sulmuam nga barbarët. Busulla juaj morale nuk u lëkund. Dhe kjo është diçka që ne e vlerësojmë thellësisht dhe që ju shenjon se një udhëheqës të jashtëzakonshëm të popullit tuaj dhe mendoj për ato segmente njerëzimi që duan që Kryetari I Parlamentit Izraelit, Amir Ohana, vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Shqipërisë për Izraelin duke mos zgjedhur komoditetin e të qenit neutral në linjë diplomatike të Tiranës zyrtare. Duke nisur dhe mbyllur fjalën e tij në gjuhën shqipe, drejtuesi I Knesset falenderoi kryeministrin Edi Rama për qëndrimin e tij në mbrojtje të popullit hebre. Kur shumë vende kanë hezituar, ju qëndruat I palëkundur. Ju nuk hodhët syt tek zona e gri e diplomacisë, por zgjodhët ngjyrat e shëndritshme të së vërtetës. Kneseti që përfaqëson popullin e Izraelit vlerëson thellësisht mbështetjen tuaj të palëkundur për të drejtat e Izraelit dhe do stoja detyrimin për të mbrojtur popullin e Izraelit me qartësinë tuaj morale duke e thirrur të keqen me emrin e vet. Sa kryetari I Parlamentit të Izraelit. Lideri I opozitës izraelite, Yair Lapid, rrëfeu para kryeministrit Edi Rama se si sipas tij hungarezët dhe austriakët ndihmuan nazistët për të kapur baban dhe gjyshin e bret të cilët u eliminuan më pas në kampet e përqendrimit. Gjatë fjalës së misardhjes që mbajti në Parlamentin e Izraelit në derë të kreut të qeverisë shqiptare, Lapid kujtoi se gjatë luftës së dytë botërore Shqipëria është I vetmi vend në Europë që refuzoi të dorëzonte tek nazistët hebrejt. Zoti kryeministër, my father nazistët in the Budapest ghetto
Çuan babain tim në geton e Budapestit dhe hungarezët ndihmuan për këtë. Dhe gjyshi im u vra në kampin e përqendrimit të Mauthausenit dhe austriakët ndihmuan dhe në fakt edhe stërgjyshja ime vdiq në Auschwitz dhe policia polake ndihmoi të mbante të burgosur ata që donin të ratiseshin, vetëm shqiptarët thanë jo. Ta lideri i opozitës izraelite, Yair Lapid. Ministri e për ropën dhe punët të jashtme Lisa Spiropali në aktivitetin përkujtimor me rastin e ditës ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit në temën Ura që lidh brezat, kujtoi se si Shqipëria ishte i vetmi vend në Europë që përfundoi luftën me 15 herë më shumë ebrenj se kishte në fillim të saj. Në një kohë kur edhe vende shumë më të pasura e të ashtu quajtura më të qytetruara ran pre e një flame totalitare që i zhveshi nga kodet njerëzore e morale, Shqipëria pikrisht në kodin e saj moral gjeti forcën për të mbrojtur të ndryshmin dhe për të nderuar jetën. Ne jemi krenar për këtë maj morale që meriton të dëshmohet kudo, por që nuk është e vetmja në historinë tonë të strehimit dhe të mbrojtjes së të huajve e të njerëzve në nevojë. Sipas ministres së jashtme, orientimi i drejtë i Shqipërisë e ka bërë një partner dhe alat të vlerësuar dhe të besueshëm. Shqipëria vendosi të bashkohet kartës së bordit të paqes së presidentit Trump përmes pjesëmarrjes së kryeministrit Rama si një vend që ka dalë nga errësira e totalitarizmit, me një vllazëri fetare shëmbullore dhe pa çarje etnike. Shqipëria ka që dëshmon e ofron botës dhe në këtë format, me qëllime fisnike për zgjidhjen e konflikteve të vjetra e të reja. Në ceremoni morën pjesë dhe nxënësit e shkollës gjermane Rafik Veseli në Berlin dhe të gjimnazit Sami Frashit, të cilët vendosën në pemën e kujtesës mesazhe simbolike si shprehje angazhimit të brezit të ri për ta kthyer kujtesën në veprim. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.